Askush nuk I prezantoi në xhenazën e babait të vet. I vdiqi ati dhe nuk I erdhi askush në përcjelljen e xhenazës së tij. I biri e mori xhenazën dhe e dërgoi në shkretëtir për ta varrosur. Një bari I shkretëtirës, I cili kujdesej për vend, e vëreti djaloshin, ju afrua dhe I tha: "Ku janë njerëzit? Pse e varros babain I vetëm?" I biri nuk deshi që të fliste për babain e vet, por I përsëriste fjalët. Bariu e kuptoi gjestin e djaloshit dhe e zgjati dorën të ndihmonte që ta varrosin xhenazën. Pastaj ngriti duart e tij drejt qiellit dhe filloi të lutet në vetmi. Pastaj e lë djaloshin dhe shkoi tek delet e tij. Natën, I biri e pa në ëndër babain e vet. E pa të buzëqeshur, të gëzuar me xhenetin më të lartë, xhenetin Firdeus. I habitur e pyeti: "Çfarë bëri të mundur të arrish këtë nivel, o babai im?" Ju përgjigj: "Këtë nivel e arrita nga bereqeti duas së bariut." Në mëngjes u zgjua herët dhe filloi të kërkoj bariun. E shkeli shkretëtirën të tërë derisa në fund e gjeti. E kapi fort për dorë dhe I tha: "Për hir të Allahut, çfarë duaje bëre për babain tim? Më trego." E pash atë në Firdeusin e lartë. Bariu ju përgjigj: "O birim, ju luta Allahut me lutjen e një njeriu të përullur dhe I thash: O Zot, unë jam fisnik. Kur më vjen një mysafir, unë e fisnikëroj. Ky njeri është mysafiri yt, dhe ti I e fisniku I fisnikëve." Kjo dua u pranua nga sinqeriteti I beslidhjes dhe marrëveshjes me Allahun. Kur beslidhja jote është e sinqertë me Allahun, atëherë hapen dyert e tokës dhe qejve dhe I mirëpresin lutjet dhe kërkesat tuaja. Bëhu I drejtë dhe I sinqert me Allahun, në atë marrëveshje dhe beslidhje që I ke dhënë, dhe Allahu do të jetë I sinqert me ty, në këtë botë dhe në ahiret. Allahu thotë në Kur'an: "Ata ju betohen muslimanëve në Allahun për t'ju bërë juve të kënaqur, se s'kan qëllime të këqija, e më e drejtë është që ata të bëjnë të kënaqur Allahun dhe të dërguarin e tij me adhurim dhe vepra të sinqerta, nëse vërtet janë besimtar." Surja Teube 62.